njoh personalisht, unë shikoj disa persona aty, për të cilët sepse thash, unë nuk është se i njoh tërë këta shqiptarë këtu, po ata që janë nga Vlora aty, ata përfaqësojnë disa familje shumë të mira. Unë Labrin e njoh, sepse kam qenë pjesë e saj, kam jo pak, po 2 dekada ca. Labrin e njoh, ata përfaqësojnë disa familje shumë fisnike dhe mua mbet shumë qefi dhe unë kam besim se ata janë shumë të sinqertë. Nuk më mbushet mendja se janë të infiltruar, janë agentura, në këtë pra, më thonë, ata përfaqësojnë disa familje shumë fisnike. Shumë fisnike dhe unë i njoh dhe jam krenar dhe shikoj dritë shprese shumë të fortë tek ata djem dhe vajza që sepse kam marrë vesh, më kupton kush janë, çfarë përfaqësojnë, më kupton. Dhe për këtë po t'jap garanci të plot që janë disa aktivistë aty që përfaqësojnë janë familje dinjitose. Dhe për këtë i përshëndes. Unë besoj për këtë sepse kuvendin e parë keni themeluar vet ju me shoqatën Labria, kështu që e njihni mirë atë brum atje, edhe produktin. Jo, kuvendi Labria ka bërë shumë kuvende, por po, jo, e mora me idenë e kuvendit duke qenë se po kërkohet këtu. Edhe ju keni kuvenduar atje. Kjo historia e kuvendit është tjetër gjë. Kjo më kthem pas në 1920-ën, kur formua Komiteti i Mbrojtjes Kombëtare. Se ka qenë historia, nëse mban mend, Sulejman Delvina tjerë shkuan në Lepenisë së Vlorës dhe aty u krijua një histori e gjatë që do t'i lini dhe ultimatum General Pjaçetiri, pasaj në Beun, sepse aty ishin forcat italiane në Vlorë, në Kot, në Draçovic, në Babit, në Kanin, e të tjerë, dhe ishin instaluar forcat italiane dhe këta do të thënë u mblodhën në kuvend, do të thënë në Beun të Vlorës, në krahinën e Sevasterit, nga jam Dianas 5 kilometra vjerore nga fshati. Dhe ajo më kujton Komitetin e Mbrojtjes Kombëtare në atë kohë që ishin burrat me peshë të gjitha krahinave. Dhe shumë interesante në fakt, sepse unë kam bërë dhe një libër për këtë luftë, për këtë historikun e fshatit, por realisht e kam përmendë këtë moment, luftën e Vlorës, ku i madhi Ali Aslani ka folur shumë në atë kohë, edhe i madhi Ali Aslani arriti vdiq, ai patriot i madh, ai adetar i madh, vdiq dhe pa bukë në fund. E kupton ku ka ta disë. Pra, dua të them, dhe çfarë ndodhi? Ata, midis të tjerave, ata ishin dhe besimtarë të mëdhenj. Dhe shumë interesante, paktën nga historitë, do të thënë të trashëguara në breza, që nga lufta e 20-22, shumë interesante, kanë shkuar në mos gabofsha në Gorrish të Vlorës dhe kanë pyetur një shenjtore, si quhej, shumë interesante kjo, pides po e them live, dhe i thanë, duam të mundim Italinë. Ajo u habit për momentin e parë, thaç. Kupton, Italia ishte 41 milion banor. Do vini nesër dhe shikojnë, pra nesër do të kthejnë përgjigje. Pasi kanë shkuar, se Shqipëria ka pas fat edhe nga Zoti. Tha, me gjak po do mundet. Pra shumë interesante, me gjak po do mundet. Unë kam dokumenta këtu që sot, se thash kam bërë një libër për të punë, me gjak po do mundet. Por unë uroj mos derdhet gjak, mos të nohen as me një gjëm, as një birë shqiptari, sepse është gjaku i këtij vendi. Dhe më vjen keq, as një gjak shqiptari, as një centore, as një fije floku mos i preket tyre. Uroj dhe lut Zotin që të mos preket as një birë i këtij vendi. Le të jetë i kujt do bindje politike. Edhe kryeministri nuk dua të ketë fatin. Edhe pse ndoshta po kthehet në Tiranë, siç po flitet, por edhe unë nuk dua as kryeministri i këtij vendi të cënohet. Po nëse është burg shtetas, duhet i thras mendje zotëri. Ore zotëri, janë mira qytetari po dalin, no zotëri. Unë thash edhe një herë, se unë do isha kryeministri vendi, do zbrisja direkt nga makina, do veja direkt mund turma. Direkt mund turm. Unë se do isha kryeministri vendi. Turm. Ata aty do vlerësohej në maksimum. Qa do një juve po, direkt tani. Aty do vlerësohej. Ta thash që në fillim që një nga votuesit e tij kam qenë dhe unë në momentet caktuar. Sepse mendoja se do të bënte madje edhe për aeroportin e Vlorës. Shiko çfarë po bëhet me aeroportin e Vlorës, po kush e ti më tallesh me këtë kohë.
ka më shuplak të fortë se çfarë ju bë kësaj Vlore që ka votuar, sepse ajo Vlore ka votuar e ka çuar këtu. Po ajo Vlore që sepse në momentin që Vlora e kupton që ti ja ke me hile, Vlora t'jep shpirtin, Vlora është jo se jam vlonjar, po t'jep shpirtin, Vlora është zëmbër në tavolinë Vlora. Në momentin që shikon që ti ja ke me hile, Vlora të shkatëron. Pra, bindu për këtë që ta them. Të shkatëron është një popull që nuk të falë. Ashtu si kurse t'jep shpirtin, nuk të falë se ja ke me hile. Kur ta kuptoj që ke me hile, nuk të falë më. Pra, shko çfarë po bën në raport me Vlorën, do kishte filluar fluturimet. Pra më kupton duke talje, jo talje, po talje hapur. Kështu që detyrimisht do ketë pasoja. Po uroj që mos ke pasoja, uroj që ti as mendje, uroj shumë deputet dhe lut shumë deputet të Partisë Socialiste për cilën kam shumë respekt. Personalitete plot aty, nuk dua të përmend emra, thash ka shumë personalitete. Në fund ditës zotëri përpara interesa kombëtare për mua çfarë më vlen një rrog deputeti. Një rrog deputeti. Kupton, mua para interesa kombëtare zotëri mua më intereson vendi në radhë parë. Kështu i nderuar që uroj Zoti e bëft mirë. Amin edhe uroj që dëgjohen dhe këto thirrje të forta dhe të drejta tuaja. Të jam i njohës shumë për kohë dhe mendime që ju ndat me publikun ton Zoti Bazaj, edhe nga bisedat e kaluara, nga më lejoni që t'u shpreh dhe mirënjohjen e komentuesve, të shumt që kanë reaguar në mbështetje të fjalëve tuaja, që i cilësojnë të drejta dhe analizë të saktë të situatës aktuale, që urojmë që të marrë një zgjidhje sikur e thatë dhe ju pa gjakderdhje. Pa gjakderdhje, sepse ndoshta këta duan ta shohin protestën se do të shkruajnë emisionin, ndoshta duan ta shohin protestën. Kjo protestë nuk ka të dyshuar. Kjo protestë nuk ka të dyshuar. Pak. Ashtu zgjati dhe në Vlorë, 3 muaj. 3 muaj, me cejake. Pastaj kur plasi atëre pan këta se çfarë bëhet, sepse po shikoj se sa njerëz që drejnë aty, po sa mira njerëz, qindra mira njerëz janë pas tyre njerëzve që janë aty. Që s'kam kohë, edhe unë s'kam kohë vetë. S'kam kohë zoti se s'u punë. Pra më kupton? Po administrata që janë kthyer në ushtar, po pse nuk e ndjen, ka plot të biseda, ka plot njerëz me dinjitet. Ka shumë njerëz me dinjitet, si janë gjithë patronazhistë. Ka njerëz me dinjitet që nga e keqja s'kan çfarë bëjnë, heshtin. Ka shumë, ka profesor, ka doktor, ka mjek, ka mëse, ka ekonomist, ka jurist, ka avokat, ka gjyqtar, ka prokuror, unë i njoh të gjithë. Do të paktën pjesën time të prokurorisë njoh, ka personalitete plot që janë kundër qëndrimit të këtij kryeministri sot. Po s'ka çfarë bëjnë sepse për shkak të punës, për shkak të statusit e tjerë, kupton? Ashtu sikurse dhe unë për vite të tëra për 4 vjet ky i shitur i Tuçani me godisë dhe unë s'kisha çfarë bëja. Po pse si isha i Zotit përgjigjesha unë do të tjerë. Unë isha i Zotit, jo i Zotit, por ai sa mendon sa i Zotit kam qenë unë këtë përgjigje. Pra, por për shkak të statusit heshtje. Kështu i dashur. Të falenderoj shumë Zoti Bazaj. Urime në punën tuaj fisnike, sepse ju sensibilizoni vendin dhe uroj që Shqipëria u bëft më mira, uroj që bekot Zoti këtë vend. Faleminderit. Faleminderit dhe ju për fjalët dhe kontributin. Respekt.